Ju njohim me edicionin informativ të lajmeve. Kjo është Radio 7. Dështon kërkesa për shkarkimin e prokurorit të Republikës Maqedonisë së Veriut Lupço Koçevski. Gjatë mbledhjes së Këshillit të Prokurorëve Publik, 3 anëtar votuan pro propozimit ndërsa 6 votuan kundër. Kryetaria e Këshillit, Dushica Dimitrieska, theksoi se meqense Këshilli merr vendime me shumicë votash, rezultati është mendim negativ. Në mbështetje të propozimit votuan Keti Petkova, Ardian Demiri dhe Mariana Ilievska. Kryeministri i Republikës Maqedonisë së Veriut, Histria Mickovski, përshëndet arrestimin e turprojës së tij, Angel Saramakov. Mickovski tha se është shembull i mirë se nuk ka të paprekshëm dhe se të gjithë që shkelin ligjin do të përgjigjen. Pretpostavljam angažiran otkako ja zbef izbran za predsjedatel na vladë. Supozoj që është përfshirë pas jam zgjedhur kryeministër kur formua ekipi, kushdo që është. Nëse e tradhton besimin e qytetarëve, e dëmton derin dhe të vëmëron DPMNE-s, partisë politike prej nga vijun, por para së gjithashtë të qeverisë dhe shtetit, do të sankcionohet ashpër, kushdo të jetë. Na vladata i državata ќе bide najžestoko i najoštro sankcioniran. Ko ide? Tha mes të tjera Mickovski. Saramakova akuzohet për shitjet e sekreteve shtetërore kundër shpërblimit prej 50.000 euro. Radio 7, zëri pozitiv i qytetit. Fillon zyrtarisht punën për monitorimin e zgjedhjeve në Shqipëri misioni vëzhguesi OSBE Dirit, teksa shmangu komentet për planin e SPAK për hetimin e krimeve zgjedhore dhe mundësinë e bashkëpunimit për raportimin e shkeljeve. Drejtuesi i misionit Lamberto Zanier tha se është ende herët për të dhënë një opinion mbi këtë çështje. Ai nënvizoi se misioni OSBE Diri do të fokusohet në detyrat e tij dhe nuk do të kryejë aksione të tjera përtej mandatit vëzhgimit. Zanier deklaroi se ekipi i tij do të ndjek nga afër të gjitha aspektet e procesit zgjedhor dhe do të publikojë gjetjet në raportet zyrtare. As to findings during the operation, we need to stick to the process. Atëherë, sa I përket gjetjeve që ne do të kemi, ne do të qëndrojmë mënyrës se si ne operojmë gjithmonë. Pra gjitha gjetjet tona do të përfshihen në raportet tona. Ne nuk jemi këtu si mision për të kryer funksione apo detyra të tjera. Sigurisht që jemi shumë të angazhuar për të bashkëpunuar me autoritetet në vend. Sigurisht që do të performojmë duke bashkëpunuar në mënyrë konsistente me ta, por gjetjet tona të parregullsive zgjedhore gjatë misionit do të përfshihen dhe do të ndahen me autoritetet përmes raporteve tona. In the various stages that I described earlier. Lehtësojnë kushtet për udhëtimin e shqiptarëve drejt Maqedonisë së Veriut, duke filluar nga data 1 prill. Qytetarët kanë mundësi të lëvizin me policën e sigurimit karton jeshil me afat 1 vjeçar me çmimin e reduktuar prej 50 euro. Kjo është masa e dytë që ndërmerret një akt të shkurtër kohor për lehtësimin e lëvizjes së qytetarëve shqiptar drejt vendeve kufitare, pas hyrjes në fuqi më 1 shkurt 2025 të policës së sigurimit karton jeshil 1 vjeçar me malin e zi. Bazuar në vendimin e Byros Shqiptare të Sigurimeve, qytetarët shqiptar mund të pajisen në të gjitha pikat e shitjes së shoqërive të sigurimit me policën e sigurimit karton jeshil për autovetura me vlefshmërinë 12 mujore me çmim 50 euro, e cila mbulon territorin e Maqedonisë së Veriut. Kosova do të mirëpres përmes forcës së sigurisë ushtrimin më të madh ushtarak në Europë, Defender Europe 25 Immediate Response. Përmes një postimi në rrjetin social Facebook, ministri i Maqedonisë sqaroi se realizimi I tij do të jetë I suksesshëm. Pas vizitës së zhvilluar së bashku me komandantin e FSK-s, general-lejtnant Bashkim Jashari, Maqedonia informoi mbi vizitën në Mnell të Shqipërisë, ku dhe përgatiten pjesëtarët e FSK-s. Vizituam ushtarakët tanë, konkretisht togun e mortajave të regjimentit të 3 të Këmbësorisë. Kjo njësi po zhvillon stërvitjen e qitjes me mortaja 120 mm në kuadër të ngritjes së aftësive luftarake të FSK-s dhe përgatitjeve për ushtrimin Defender Europe 2025, shkruan Eyüp Maqedonsi, ministri I mbrojtjes I Kosovës. Ndoqët lajmet shkurt në Radio 7, zëri pozitiv I qytetit.